lajmërohemi nga rruga Fahri Fazliu këtu në kryeqytet ku rreth orës 19:30 është regjistruar një incident. Sipas burimeve të kallzo.com, policia ka tentuar ta ndalojë një veturë kjo e cila nuk i është bindur urdhrave policor dhe në tentim për të ikur ka shkaktuar edhe një aksident ku ka goditur një veturë të kecit. Në vendin e ngjarjes janë parë edhe ekipe të urgjencës të cilat kanë ofruar ndihmë mjekësore për të lënduarit të cilët ishin në veturë. Në vendin e ngjarjes janë parë edhe gzhoja, teksa sipas burimeve të kallzo.com pra ka pasur të shtëna me armë zjarri në tentim për ta ndaluar veturën. Vetura është larguar nga vendi i ngjarjes. Informatat e kallzo.com u konfirmuan disa orë më vonë nga zëdhënësi i policisë së rajonit të Prishtinës së Nisplana. Në vendin e ngjarjes u pa 6 gzhoja. Gzhojat të cilat po i shihni në tokë i takojnë armës së zyrtarit policor, i cili në përpjekje për ta ndaluar personin i cili gjendej në veturë e ka përdorur armën zyrtare. Ky është edhe konfirmim zyrtari i Policisë së Kosovës. Në rrugën Fahri Fazliu, zyrtarët e njësisë për realizimin e ordresave kanë tentuar të ndalojnë personin e kërkuar LPK, derisa ishte në një veturë në rrugën e sipërshënuar. I dyshuari ka refuzuar urdhrat policor dhe ka arritur të largohet duke rrezikuar zyrtarit, njëri nga të cilët në përpjekje për ta ndaluar të dyshuarin ka përdorur edhe armën zyrtare. Personi i dyshuar ka arritur të largohet duke shkaktuar një aksident trafiku me të lënduar dhe dëme materiale. Në vendin e ngjarjes u panë edhe zyrtarët e Inspektoratit Policor të Kosovës, teksa për kallzo.com theksuan se veprimet e tjera do ndërmerren konform autorizimeve ligjore dhe në koordinim me Prokurorinë e Shtetit.